Selamu alaikum wa rahmetullah, të nderuar teleshikues, vazhdoj me ciklin e emisioneve Rinia me sfidave dhe besimit. Sot do të trajtoj një temë mjaft të rëndësishme, e cila është familja, roli i saj në shoqëri, sa e rëndësishme është ajo, raporti që ka rinia me familjen dhe të tjera si kjo. Për këtë kemi të ftuar hoxhën e nderuar Mustafa Terniqi. Hoxh, selam aleikum, mirë se keni ardhur. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se u gjetëm. Hoxh, nëse mund të futemi direkt në temë, çfarë është familja dhe sa e rëndësishme është ajo? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit. Falënderimet janë vetëm për Allahun e Madhërisëm, salavatet e dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu vesselam, i cili ishte shembulli më i mirë në vetveten e tij, në jetën e tij dhe në familjen e tij. Për sa i përket pyetjes, nëse ne do ta përkufizonim familjen me një përkufizim të thjeshtë, sikur janë disa anëtar të cilët mblidhen në një vend apo në një banesë apo ka një hapësirë të përbashkët, për një jetë të përbashkët do t'i bënim padrejtësi nocionit familjes. Do t'i bënim padrejtësi kuptimit dhe konceptit rreth familjes, sepse familja në të vërtetë është bërthama shoqërore. Familja është vendi ku fëmijët dhe të gjithë anëtarët e familjes marrin edukimin fillestar dhe formimin e tyre. Familja është vendi ku mësohen vlerat, ku kultivohen vlerat. Familja është vendi ku anëtarët e familjes, kryesisht fëmijët, por dhe të rinjt, kuptojnë ç'është jeta, ç'është koncepti i jetës, çfarë është ana tjetër sociale dhe shoqërore duke u nisur nga familja. Aty është edukimi i vërtetë, siç përmendëm, dhe vlerat njeriu i merr pikërisht, domethënë në familje. Andaj dhe familja ku të rinjt ndërgjegjësohen, janë të vetëdijshëm, fillojnë të jenë vetvetja duke u nisur nga raportet familjare mëtej në shoqëri, mund të themi që është institucioni më i rëndësishëm në shoqëri. Përse është institucioni më i rëndësishëm në shoqëri? Nuk themi që bashkia apo komuna apo ministria apo kryeministria, ndoshta presidenca, duhet të jenë këto institucionet më të rëndësishme. Absolutisht jo. Përse të gjitha këto institucione bashkë që janë tepër të rëndësishme në një shoqëri, në një vend, ato janë në shërbim të familjes. Ata projektojnë për familjen. Edhe të gjitha ligjet që miratohen janë për të mirën e familjes. Dhe në fund fare çfarë ndodh? Nga të gjitha këto familje përbëhet shoqëria. Dhe për rrjedhoi themi që familja është institucioni më i rëndësishëm i shoqërisë. Andaj dhe Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famëlar ku thot ku anfusakum wa ahlikum nara, shpëtoni vetveten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenimit. Nga gjithë këto banorë, nga të gjithë kjo shoqëri, nga një numër shumë i madh, ndoshta nga miliona njerëz, nga cilët përbëhet domethënë një popull apo një kom, faktikisht Allahu xhelle xhelalu e përmbledh çështën apo e redukton pikërisht tek familja. Nuk je përgjegjës ti për njerëzit e tjerë duke anashkaluar familjen. Nuk ke pse del me këshilla dhe t'jesh orientues dhe mësues për njerëzit e tjerë, fillimisht kur nuk je i tillë në familjen tënde. Dhe ka përkufizuar çështjen me familjen, sepse nëse secili prej nesh në familjen e tij do të bëj punën më të mirë, do të bëj punën e duhur, atëherë familjet do të shëndoshen nga brenda dhe nga gjitha këto familje përbëhet e gjithë kjo shoqëri. Andaj dhe Allahu xhelle xhelalu në fund fare përmbledh të gjithë çështën me ruani vetveten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit. Sepse kjo është gjithë ajo, domethënë, përmbledhja kryesore hynore prej Zotit fuqiplot. Dhe nëse një familje do të ruhet nga zjarri i xhehenemit, ashtu dhe familjet e tjera, secili domethënë me format dhe teknikalitetet e duhura, për të ruajtur nga e keqja, për të ruajtur nga problemet, për të ruajtur nga sfidat, për të larguar domethënë nga padrejtësitë e kështu me radhë, atëherë inshallah e gjithë shoqëria do të përmirësohet dhe shpresojmë që e gjithë shoqëria të jetë e shpëtuar në jetën e kësaj bote për një jetë më të mirë dhe në ditën e gjykimit nga zjarri i xhenemit.
Hoxh, kemi familjen, një institucion kaq i rëndësishëm, kemi dhe nga ana tjetër rinin, të rinj dhe të rejat. Cili është raporti që duhet ketë kjo rini me familjen e tyre? Si duhet ta perceptojnë, si duhet ta mendojnë, si duhet ta shikojnë fundit ata raportin e tyre ose lidhjen e tyre me familjen? Fillimisht të rinë sot duhet të ndërgjegjësohen, të vetëdijsohen, të kuptojnë që duke qenë se familja është institucioni më i rëndësishëm në shoqëri, atëherë duhet të jenë sa më të lidhur me këtë familje. Duhet të qëndrojnë sa më pranë kësaj familje dhe duhet të jenë të angazhuar me plan programe dhe projekte të përbashkëta dhe jo vetëm domethënë për qenien e tyre afër familjes për një mirëqenie më të mirë, por të jenë edhe dobi të shoqërisë. Dhe dobia në shoqëri fillon pikërisht nga familja. Në një familje shëndosh do të sjell efekte shumë të mira në shoqëri. Është paradoks dhe është kontradiktore që ne nuk dim të ndërtojmë raportet tona të rinj për shembull, nuk ndërtojnë dot raportet ose nuk i vijojnë dot raportet e shëndosha brenda familjes dhe ky do të jetë i sinqert të nesërmen në shoqëri për të krijuar apo forcuar raportet e tij me njerëz të tjerë jashtë familjes. Ka diçka që stonon, ka diçka domethënë që lidhet me atë që tham paradoksin. Andaj dhe të rinjt e kanë të nevojshme më shumë se kurrë në jetën e tyre të përditshme, të jenë të lidhur me familjen e tyre, të angazhohen siç tham dhe mbi të gjitha duhet të kuptojnë konceptin shumë të rëndësishëm. Nëse një i ri edukohet dhe formohet fillimisht në familje, do të thotë që ai duhet të ruajë raportet më të mira, të jetë i lidhur vazhdimisht me familjen, sepse shumë shpejt më vonë pas adoleshencës njeriu, domethënë ky i ri do të rritet, do të formohet dhe do të formojë dhe ky familjen e vet. Pra do të kalojë nga një dimension i familjes nga prindrit e tij në një dimension tjetër të familjes kur ky do të bëhet domethënë prind. Dhe përrjedhoj është e pakuptimt jeta e një njeriu i cili don të formoj ose të krijoj jetën e tij pa qenë i lidhur me familjen, apo jetën e tij duke mos kuptuar se ç'është familja, duke mos kuptuar konceptet bazë të familjes. Dhe përrjedhoj ky nuk do të jetë më i gatshëm, madje nuk do të jetë i aftë, apo nuk do të jetë i orientuar në formën më të mirë për të formuar tashmë ky familjen e tij. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kur thotë që njeriu më i mirë ndër ju te Allahu xhelle xhelalu është ai i cili sillet më mirë me familjen e tij. Sillet më mirë ka kuptimin që qëndron me ta, e forcon raportin më shumë, mundohet të jetë i lidhur në formën e dobiprurjes, mos jetë njëri domethënë ashtu i padobishëm, dhe pastaj thot wa ana khairukum li ahlihi, dhe unë jam më i miri ndër ju në familjen e tij. Dhe hadithi nuk lidhet vetëm me profetin Muhammed alayhi salatu wasalam, i cili këto fjalë i kishte thënë pas moshës 40 vjeçare. Jo, do të jemi të mirë me familjen tonë në të gjitha fazat dhe etapat e jetës tonë. Dhe nuk duhet përfundojmë, nuk e meriton familja që të bëhet në atë formë sa e kanë bërë shumë prej të rinjve sot, e kanë bërë vërtet një hotel. Familja është kthyer në hotel për shumë të rinj. Në cilin aspekt? Vinë në shtëpi për të ngrënë diçka, vinë në shtëpi për të marrë diçka, apo për të pushuar, për të fjetur gjumë, dhe e gjithë jeta e tij nuk ka lidhje më pastaj me familjen. Jo, nuk duhet të jetë ky raporti i trinjve me familjen. Siç tham, nga familja buron dashuria. Nga familja buron ndërgjegjja, nga familja buron edukimi dhe formimi, nga familja është burimi dhe kultivimi i vlerave të vërteta të njeriut. Dhe përrjedhoj, nuk ka se si të kthehet vërtet në një hotel ku njeriu shkon, përfiton, merr, mund të themi deri aty dhe abuzon me familjen e tij për të zhvatur dhe për të marrë sa më shumë, apo dhe për të pushuar ndoshta dhe të nesër ai nuk ka lidhje me familjen e tij. Hoxh, zoti ja shpërbleft. A nuk duket sikur familja e ndjek njeriu në të gjitha etapat, në të gjitha periudhat, në çdo kohë, sikur nuk ka shkputje prej saj? A nuk duhet vinë një ditë, nuk vjen një moment ose ditë më saktë që njeriu shkputet nga familja? Atëherë në mirë të fjalës. Atëherë nëse do të kuptojmë konceptin e vërtet mbi familjen, përtej atyre që shpjeguam dhe përmendëm, faktikisht familja është e gjithë jeta e njeriu. Por kjo jetë e njeriu është e lidhur me familjen e tij deri në vdekje, derisa të kalojë nga jeta e kësaj bote dhe të udhtojë për në ahiret, për në botën e amshueshme, por në dimensione të ndryshme.
Për shembull, sa ishte i vogël dhe i ri në familje, njeriu merr edukimin dhe formimin. Pastaj sa është i ri dhe burr, ai formon familjen e tij. Edhe pastaj do të bëhet prind. Dhe fëmijët e tij do të rriten, ky do të jetë përgjegjës brenda një familje. Dikur edukohej, tani do edukoj. Dikur orientohej nga prindrit, tani ky prindi që do të orientojë. Kaloi dimensioni familjes nga edukimi në formim në mësim dhe edukim për fëmijët e tij. Pra ky i ri dhe burr tashmë ka formuar familjen e tij, por fëmijët e këtij tani çfarë do të bëjnë? Dhe këta do rriten dhe do formohen derisa të vi momenti një dimensioni të tretë familjar që do të bëhen gjysh dhe gjysher dhe gjyshe, dhe do të kenë pastaj lidhjen me dhe raportet me fëmijët e tyre, me niprit dhe me besat në aspektin e përvojës dhe eksperiencës. Dhe po të shikosh me vëmendje, njeriu nuk themi dot nuk shpëton nga familja, se duket sikur është diçka, nuk çlidhet dot nga familja. E gjithë jeta është frym familjare, qoftë në edukimin dhe formimin sa ishte i vogël, qoftë në formimin e ky tani familjen e vet, kur rritet, bëhet i ri dhe burr, pastaj do të martohet dhe do të ketë dhe ky fëmijët e vet, dhe më vonë dimensioni pak më ndryshe i familjes, kur ky do të nderohet, do të respektohet nga anëtarët e familjes, ata që janë më të vegjël se ky, apo janë nga fëmijët, nga niprit, mbesat e kështu me radhë, por nocioni familjes vazhdon gjithmonë, sepse nga ky gjysh dhe nga kjo gjyshe kemi nevojë për rrëfenjat e tyre. Kemi nevojë, domethënë, për orientimin dhe eksperiencën dhe përvojën në jetën e tyre. Pra, e gjithë jeta është frym familjare. Nga ana tjetër, ajo që përmenden, nuk duhet që një ditë njeriu të shputet nga familja. Jo, e gjithë jeta është familje. E gjithë jeta është frym nga, ne mund të themi këtë, mund të shkputet në formë teknike, po jo në formë parimore. Në formë teknike, që do të thotë, një i ri apo një e re shkputet për një moment sepse do të mësoj, do të arsimohet. Mund shkojë në shkollë të lartë, shumë të rinj sot i shikojmë që jetojnë nëpër konvikte sepse rrethanat e jetës janë të atilla. Madje edhe në kohën e mëparshme dhe në historinë islame, Imam Buhariu ishte për tyre, Imam Muslimi ishte për tyre, imamët e mëdhenj të njohur, domethënë të ummetit, apo ata të legjislaturës islame, jurisdiksionit islam, ata udhtonin me vite, pastaj u kthenin përsëri në vendin e tyre, por kjo është sakrificë që nuk do të thotë se është shkputur apo është ndarë tërësisht nga familja. Kjo është një sakrificë që e merr përsipër një i ri në mënyrë që të kthehet më vonë një kapacitet, dhe ky kapacitet do t'i sjellë dobi vetvetes, familjes dhe shoqërisë dhe vendit, domethënë, ku jeton. Pra nuk bëhet fjalë për lidhje, nuk bëhet fjalë për largim, po bëhet fjalë për disa mekanizma të formës teknike, kur njeriu domethënë shkon, arsimohet, punon e kështu me radhë dhe kthehet përsëri domethënë në gjirin e familjes, ose ndoshta ka ardhur koha kur ky të formoj familjen e tij. Hoxh, realisht sot shikojmë që problemet shoqërore janë rritur dhe dita ditës vetëm se po shtohen. Nga ana tjetër kemi një rini e cila nuk e percepton si duhet familjen, nuk qëndron me familjen, nuk harxhon kohë, nuk rrin bashkë me njëri tjetrin. E kanë humbur atë nocionin e familjes. Ndoshta dhe janë shkëputur, e përmend në pjesën e shkëputjes, por pyetja ime është, a mendoni se shumë nga këto probleme shoqërore lindin pikërisht nga shkëputja që kemi ne nga familjet tona? Po të analizojmë me vëmendje, vërtet ajo që thatë, shoqëria po përjeton probleme nga më të ndryshmet dhe faktorët e këtyre problemeve po ashtu janë të ndryshme. Një përqindje të caktuar, një përqindje të madhe gjithashtu, dhe pikërisht ajo që përmendet, rinia nuk po percepton siç duhet nocionin familje, ose anën parimore, anën bazike, ç'është familja, domethënë si trajtohet familja, çfarë kuptojmë me familje, sa e rëndësishme është familja, për cilat domethënë ne folëm pak a shumë. Pra nuk janë duke kuptuar. Janë duke larguar domethënë nga familja, duke shkputur ndoshta tërësisht nga familja, dhe patjetër që do të sjell probleme shoqërore. Por nuk janë gjithmonë problemet shoqërore vetëm, domethënë shkaku i problemeve nuk është vetëm kjo. Ndoshta problemet shoqërore në shumë raste vijnë nga keq edukimi brenda familjes, pra që nga një familje që ndikon keq në shoqëri. Mund të jetë dhe kjo, dhe ky i ri apo kjo e re mund të jetë viktim e shoqërisë, po mund të jetë viktim e keq edukimit. Mund të kemi probleme sociale fillimisht brenda familjes, pastaj këto reflektojnë në probleme sociale shoqërore.
Mund të kemi probleme ekonomike, mund të kemi probleme kulturore, mund të kemi probleme arsimore, mund të kemi formim shumë të keq, formim shumë të dobët, ose ndoshta pa formim fare, dhe kjo familje e cila po edukon, ose më themi po kujdeset për një fëmijë i cili mendohet të jetë dikushi në shoqëri, shikojmë shumë shpejt që ky fëmijë nuk ka lidhje me shoqërinë e vërtet. Ai mund të jetë i dëmshëm për shoqërinë dhe problemet shoqërore mund të vinë nga jashtë familjes, mund të vinë nga brenda familjes, por problemet e vërteta shoqërore, të cilat janë të parikuperueshme ose rikuperimi i tyre mund të jetë shumë i vështirë, është atëherë kur zhbëhet familja. Mund të kemi familjar, mund të kemi prindër, mund të kemi antar të familjes, të cilët ndikojnë keq tek fëmia, dhe ky fëmijë do të bëhet adoleshent, dhe nga adoleshent si një i ri pastaj që do të fillojë avash të burrnohet, domethënë në shoqërinë dhe vendin ku jeton, nëse nuk është ajo familje me edukatën e duhur, me formimin e duhur, me arsimin e duhur, me ndërgjegjësimin e duhur, sepse ndoshta janë të paaft, ndoshta nuk dinë, ndoshta janë të padijshëm, ndoshta janë ignorant, ndoshta rrethanet e jetës i kanë bërë që ata mos kenë një edukim të mirëfillt, një formim të mirëfillt për fëmijët. Por kjo nuk do të thotë që ky është problemi i vërtet. Problemi i vërtet është zhbërja e familjes, e konceptit familjes. Ajo që ndodh sot që një i ri del nga familja për mos u kthyer më, del nga familja dhe ai kur nuk kupton konceptin e familjes, ai nuk di se çfarë familje nesër do të formojë. Edhe koncepti i familjes, më themi shkërmoqja e familjes, zhbërja e familjes, zhduka e familjes, e konceptit familjar, kjo është dëmi më i madh që i bëhet shoqërisë. Pra, me fjalë reduktuese, faktorët që ndikojnë në problemet shoqërore janë të shumta. Faktori jashtë familjes dhe faktor ndoshta brenda familjes, por faktori kryesor, ose më themi dy faktorët kryesor janë largimi nga Zoti, pra largimi nga besimi dhe largimi nga koncepti i vërtet i familjes. Nëse një i ri largohet nga këto dy koncepte, të cilët janë rrënja, janë bërthama e jetës së vërtet, të riut, të burrit, të plakut, të fëmisë, në të gjithë etapat e njerëzimit, domethënë e njerëzve në jetën e tyre, atëherë patjetër që kjo shoqëri nuk do të jetë më shëndosh dhe përrridhoj do të ketë probleme shoqërore nga më të ndryshmet dhe nga më të mëdhat që vërtet ne dëmi i tyre do t'i përjetojmë të gjithë ne. Duke filluar nga fëmijët e vegjël, te adoleshentët, te të rinj, tek burrat e deri tek pleqt e thyer. Hoxh, të falenderoj shumë për këtë shpjegim, po shikojmë shumë të rinj që në momentin që shputen nga familja kanë sukses, ose nuk shpërthejnë dot, ose nuk dalin dot, nuk e realizojnë dot atë që duan të realizojnë pa u shkputur nga familja. Si bëhet në këtë rast? Atëherë ne bëjmë pyetjen, çfarë quhen ata shkputje? Çështja lidhet se ata dalin nga familja, shputen nga familja, duke ndërprer lidhjet mes tyre dhe duke jetuar njërit krejtësisht ndryshe, krejtësisht të pavarur nga familja, duke harruar nënën, duke harruar babain, duke harruar gjyshin, duke harruar gjyshen, duke harruar motra, duke larguar nga vllai, duke larguar nga farefisi, duke larguar nga koncepti familjar, edhe mendojmë se pas kësaj është sukses, ky lloj suksesi mund të jetë i pjesshëm në diçka të caktuar, në diçka të pjesshme në jetën e tij. Ai mund bëhet arkitekti më i mirë, por është një arkitekt pa vlera. Ai mund bëhet inxhinieri më i mirë, por është një inxhinier pa vlera. Ai mund bëhet edhe mësues i mirë në aspektin pedagogjik, por ai nuk do të di të edukojë fëmijët në klasë. Ai nuk do të di të orientojë studentët e tij në të ardhmen, kur ky fillimisht nuk mban mend emrat e antarëve ose me fjalë pjesëtarëve të farefisit të tij, se ndoshta motra dhe vëllezërit, baba dhe nëna, gjyshi dhe gjyshja, këto nuk harrohen asnjëherë, por nuk jeton më me ta. Nuk ka lidhje më me ta. Atëherë për çfarë suksesi po bëhet fjalë? Suksesi më i mirë, më i madh, më i rëndësishëm në shoqëri është ruajtja e një familje të konsoliduar, e një familje të vërtet, e konceptit të familjes. Po, është e vërtet që ndoshta disa njerëz nuk bëhen dot kapacitete, sepse është një frym brenda familjes penalizuese. I tërheqin, do të thënë ka një magnet të kundërt. Kemi plot për prindërve të cilët besojnë që fëmia e tyre nuk është i aftë dhe përrjedhoj e penalizojnë fëmijën e tyre. Dhe nuk janë pak, janë domethënë një kontingjent i caktuar, një përqind. Ata kanë për mirë, nuk e kanë për keq. Por ne nuk po flasim tani për gabimet e familjes, nuk po flasim për disa mekanizma të gabuar brenda familjes dhe përrjedhoj kjo familje meriton të zhbëhet.
Dhe përrjedhoj, kjo familje meriton të mos jetë më me këtë koncept, pra mos jetë më konsoliduar, mos jetë më familje konservatore. Nëse familja humbin vlerat, nëse familja besimi, nëse familja humbin traditat, nëse familja formimi ose ai, domethënë lidhja e gjakut, dhe ky njeri nesër do të jetë vërtet vetvetja pa familjen e tij, por nuk do të ketë më frymë familjare, nuk do të ketë më dashuri, nuk do të ketë më sinqeritet, nuk do të ketë më ndërgjegje të pastër, nuk do të jetë më besnik në punën që do t'i besohet. Ai mund të jetë shumë i aftë, por aftësia do ta bëjë që ta abuzojë nëpërmjet aftësisë që ka dhe jo të jetë dobiprurës për shoqërinë, domethënë ku jeton. Humbja familjes është humbja gjithçkaje. E tham pak më parë që besimi dhe familja nuk duhet të humbin asnjëherë. Nëse i kemi të shëndosha këto dyja, atëherë e gjithë shoqëria duhet çfarë? Duhet të ndërtohet mbi këto dy baza. Baza e besimit dhe baza e familjes. Pastaj, suksesi individual i një personi, nëse ai shikon nëpërmjet mësuesve, nëpërmjet edukuesve, nëpërmjet personave që orientojnë për mirë në aspektin edukimit dhe në aspektin arsimor, aspektin shkencor, aspektin akademik dhe në formimin e tij, jo vetëm si një person i dobishëm për shoqërinë, por një person kapacitet, domethënë për shoqërinë, atëherë ky duhet të luajë, do të ketë atë menaxhimin e mirë që i ruan raportet e mira me familjen, por nëse familja e tij nuk është e aftë, nuk është e gatshme që ky të jetë kapacitet fillimisht për të sjellë dobi vetë familjes, pastaj përrjedhoj dhe shoqërisë, atëherë ky duhet të jetë i zgjuar për vetveten e tij që të ruaj raportet e mira me familjen dhe të gjejë mekanizmat e duhur për të qenë kapacitet i suksesshëm në jetën e tij jashtë familjes, domethënë në shoqëri. Pra i themi të rinjve që më mund të na shikojnë që suksesi vërtet është që ti të bëhesh dikushi dhe mos të harrosh ose mos shkputesh kurrë nga familja. Sepse nuk ka kuptim jeta pa këtë. Dhe me që jemi në brenda temës, ka shumë njerëz që neve na vjen keq që i shikojmë, braktisin prindrit kur arrin moshën e madhe. Pra ai prindi është kujdes për të gjithkohon, vjen një moment, nuk e di se si mund ta mendojnë, e lën prindin në shtëpinë e pleqjve, në azil, pra ka një braktisje të prindërve. Nëse shoqëria ka arritur deri aty sa fëmijët e tyre nuk kujdesen më për prindrit e tyre, dhe faktorët nga më të ndryshmet, do të thotë që kemi të bëjmë me një shoqëri e cila po shkërmoqet, po prishet, po shbëhet. Një shoqëri që ka probleme, sepse ky është një cikël që do të kthehet. Pra nëse ky braktis familjen, prindrit e tij, ky do të braktiset nesër. Nëse ky nuk do respektojë prindrit, ky nuk do respektohet nesër. Mirëpo dikush do thotë nuk më intereson se kush më mban mirë dhe kush kujdeset për mua dhe kush mban lidhet me mua. Mu më intereson fryma e interesit, fryma komerciale, të fitoj sa më shumë. Nëse jam një njeri i pasur, një njeri i kamur, atëherë unë do të kem mundësi të kem shërbyes. Dhe nëpërmjet pasurisë, unë do t'i marr njerëzit të më shërbejnë, dhe nëse nuk më shërbejnë mua, fëmijët e mi. Kjo frymë komerciale i ka bërë shumë njerëz të gjejnë zgjidhje të tilla, por shumë shpejt ata do ta kuptojnë që dashuria në zemër, çiltërsia e shpirtit, jeta reciproke, respekti reciprok ndërnjerëzor fillon nga njerëzit më të afërt. Ne na ka dalluar Allahu xhele xhelalu nga shtazët, nga kafshët pikërisht me vetdijen, me arsyeën dhe me anën shpirtërore që kafshët nëse jetojnë në jetën e tyre instinktive, ne jetojmë në jetën tonë të ndjesive, të ndërgjegjes, të perceptimit, të mendjes, të arsyes, të logjikës, nëpërmjet të cilave ne kuptojmë ç'është dashuria e vërtetë, ç'është besnikëria, ç'është sinqeriteti. Nuk ka shoqëri të mirëfillt, nuk ka shoqëri të shëndosh nëse ne nuk kemi dashuri reciproke të sinqertë. Dashuri reciproke me ndërgjegje të vërtet, duke qenë të vetëdijshëm për të gjitha hapat tonë, për të gjithë veprimtarinë tonë, përndryshe nëse nuk ka familje, nuk ka bërtham të kësaj shoqërie, nuk quhet më shoqëri, quhet një bashkësi, e cila jetojnë secili me interesat e tyre dhe në fund fare mbarojnë secili siç e shikojmë perëndim që janë ashtu si bëhet sot në perëndim, domethënë që mjafton të funksionojë shteti dhe shteti në varësi të projekteve që ka, përndryshe familja pothuajse nuk ekziston më. Hoxh, të falenderojmë për kohën. Të nderuar teleshikues, pas një pauze të shkurtër, rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit.
Assalamu alaikum, ja ku rikëthujem në pjesën e dytë të këtij emisioni. Hoxh, juve Allah e shpërblet për gjitha sqarimet, shpjegimet që bët. Kemi një fakt të kryer. Realisht, rinia nuk po rri më me familjen e tyre. I shikon në rrugë, i shikon me shoqërinë. Cilat janë shkaqet për këtë dhe si mund të rikuperohet kjo gjë? Atëherë, është e vërtet që sot është bërë fakt i kryer çështja e rinisë, e cila më tepër po qëndron jashtë familjes sesa në familje, sepse dhe jeta ka marrë një dimension tjetër. Dinamizmi i jetës është i tillë që të rit po i tërheqin. Kemi dy faktorë, faktor të brendshëm dhe faktor të jashtëm. Faktori i brendshëm është brenda familjes, ose keq edukimi që ne përmendëm, ose keq menaxhimi i çështjeve. Kemi dhe faktor të jashtëm, i cili është joshja për një jetë krejtësisht ndryshe i jashtë familjes, kundrejt asaj jete që konservatore, të një fryme konsoliduese brenda familjes. Dhe joshja, magneti i joshës jashtë familjes është shumë i madh. Prandaj dhe shikojmë që sa përshkputet të rinë nga familja, qëndrojnë më shumë jashtë familjes sa brenda familjes, fillojnë veset e para, fillojnë problemet e tyre në veprimtari dhe nuk ka njëri që nuk preket nga këto. Të gjithë njerëzit janë të prekur, dikush më shumë dhe dikush më pak. Mirë po duhet kuptojmë që përgjegjësia familjare është shumë e rëndësishme, sepse shikojmë prindër të cilët kujdesen për fëmijët, madje edhe për fëmijët e tyre adoleshentë dhe të rinj, kujdesen për ta dhe mendojnë se kujdesja e tyre është edukimi. Jo, kujdesa është diçka dhe edukimi është diçka tjetër. Menaxhimi i gjërave, keq menaxhimi me fjalë i këtyre gjërave është faktor në të njëjtën kohë që bën atë jetën monotone, të rinjtë shikojnë një jetë monotone brenda familjes dhe ata fillojnë mërziten, po pse kjo është jetë, pra duhet të ketë një jetë e larmishme brenda familjes. Edhe sikur bezdisen me pjesëtarët e familjes. Patjetër që bezdisen, ka për tyre që nuk ruajnë më edukatën dhe i hakarrejnë prindërve. Gjenër hati diku tjetër. U bërtasin prindërve sepse gjenjera hati ndryshe nga të tjerët. Për shembull, ai ka shok, një i ri ka shok, disa njerëz të cilët mund të jenë dhe më të mëdhenj se ai në moshë, por nuk i bërtasin asnjëherë. Kurse prindërit vetëm se u bërtasin dhe po rrjedhoi, ai do gjejë një lloj, domethënë, ai do shikoj familjen si diçka monotone që tashmë është mërzitur me të dhe nuk ka se çfarë të mësoj më shumë. Ai don ta respektoj prindin, babin, mamin e tij, babën, nënën e kështu me radhë, don t'i respektoj, mirë, por në të njëjtën kohë shikon një frymë e cila nuk po ndryshon. Pra, ky po rritet, po formohet, po edukohet, po arsyemohet, ndërkohë jeta brenda familjes është gjithmonë diçka që lidhet me të shkuarën, sepse nuk ka aktivitete, nuk ka programe, nuk ka projekte. Andaj një nga format e rikuperimit që ju pyetet është që brenda familjes të ketë projekte të qarta, një vizion të qartë për të ardhmen e përbashkët. Dhe ku do të marrin pjesë, do të angazhohen edhe fëmijët, të cilët duhet të kërkohet mendim. Fillimisht, edhe pse sa janë të vegjël, ata do t'japin mendime të gabura, por ne do t'i vlerësojmë për pjesëmarrjen e tyre. Ne do t'i vlerësojmë për angazhimin e tyre dhe për rrjedhoj ata do të fillojnë të edukohen, të arsyemohen ndryshe, do gjejnë vetveten, do ndjehen të vlerësuar, do të edukohen mirë, do të ketë me plan programe dhe projekte konkrete me një vizion të pasur, domethënë për të ardhmen, ata do të ndjejnë vetveten, domethënë në një jetë e cila është e larmishme dhe nuk do të merren gjithmonë me të shkuarën, duke dëgjuar vazhdimisht të shkuarën e babait të tij, të shkuarën e nënës së tij, bëmat, rrëfenjat, gjërat e mira kështu me radhë, dhe ky vet nuk po stërvitet, dhe ky vet nuk performohet, që dhe ky të ketë veprimtarinë e tij të suksesshme në jetën e tij. Është shumë e rëndësishme përcaktimi i projekteve, duke filluar nga plan programe nga më të voglat e deri në realizimin e projekteve të mëdha, të cilat shumë prej tyre lidhen ngushtë në të ardhmen, ose mi themi ato plan programe, afat shkurtra, afat mesme, afat gjata. Afat gjata cilat janë një program vërtet shoqëror, një program vërtet që lidhet me besimin e tij, lidhet me të qenit kapacitet. Ky do bëhet dikushi, atëherë shiko fëmijë, o fëmia ime, o djali im, o vajza ime. Atëherë cilat janë lidhje që ne do të ruajmë për të qenë vazhdimisht angazhuar bashkë për realizimin e projekteve të ndryshme, vetëm në këtë formë do të kemi mundësi që sa do të largohet qoftë dhe teknikisht fëmia nga shtëpia, ai do gjejë një fole, ai do gjejë ngrohtësi, ai do gjejë një vend që
e thërret, madje e tërheqë një magnet, nuk shputet do të ai më nga familja tërësisht, sepse ka një familje të mbar, një familje të aftë, një familje të mirë, një familje me vizion, një familje me projekte, një familje që projektojnë, një familje që jetojnë së bashku të tashmen edhe projektojnë për të ardhmen e përbashkët të tyre. Domethënë, nëse ti nuk ke një politik për fëmijën tënd, do të vi dikush tjetër me një ide, me një politikë që do ta rrëmbej. Është jo se është normale, është e pashmangshme. Kjo është e pashmangshme. Nëse fëmia nuk gjen dashuri brenda familjes, atëherë ngrohtësi do gjej diku tjetër. Nëse nuk gjen aktivizim dhe angazhim brenda familjes, do të angazhohet me diçka tjetër. Mos harrojmë që kemi edhe një krijesë të padukshme e cila e bën njeriu të angazhohet me gjëra krejtësisht të padobishme, sepse boshllëkun që kishte ky fëmijë ose ky rini brenda familjes tek prindrit me cilët jetoi, atëherë këtë boshllëk në aspektin e ndjenjave të brendshme dhe joshjeve të jashtme nga shejtanët njerëz do të jetë një magnet që tërheq më shumë nga magneti familjar dhe po rrjedhoi do i gjej vetveten aty, madje do të arsyetoj dhe justifikoj veprimet e tij dhe nëse gabon, sepse ja ku jam ju nuk më mbajtet aq afër, nuk më mësuat, nuk më orientuat, nuk më formuat, ndërkohë që e kam gjetur vetveten tim tek dikushi apo tek dikushët apo tek ata e kështu me radhë jashtë familjes. Hoxh, Allahu ja shpërbleft, që mos na mbetet faj vetëm neve, unë jam vetë i ri, çfarë këshilloni për të rriturit, për familjarët, por edhe për prindrit, që të bëjnë ose që të mendojnë ose që të planifikojnë kundrejt të rinjve? Kundrejt fëmijëve të tyre, të rinjve domethënë. Po. Shiko, ju e përmendet shumë bukur, faji nuk është vetëm i rinis. Fajin do të edhe ne kemi fajet tona, edhe ne kemi gabimet tona që duhet i pranojmë, por rëndësi ka që gabimet jenë të rikuperueshme. Të jenë gabime që ne duhet i kuptojmë dhe bashkarisht domethënë të rikuperojmë vetveten tonë. Unë e përmenda faktikisht që nuk ka një familje të shëndosh pa edukim dhe pa besim. Edukimi dhe besimi në cilën formë, në një frymë individuale, ku fëmia duhet të jetë i lidhur vetëm me Zotin dhe vetëm me familjen dhe ky nuk do të jetojë në shoqëri, jo, nuk është ky besimi dhe nuk është ky edukimi. Edukimi vërtet është që besimin ky i ri, ky fëmijë që do të bëhet i ri, duhet ta manifestojë në shoqëri, në mënyrë që kjo shoqëri të pajiset dhe të kultivohen në këtë shoqëri vlerat e vërteta të besimit. Kjo është e para. E dyta, duhet të edukohet ky fëmijë dhe më vonë ky i ri, ky adoleshent dhe i ri më vonë që vlerat familjare duhet të manifestohen dhe të shfaqen në shoqëri. Përtej kjo është bërthama. Përtej kësaj duhen projektet konkrete dhe projektet konkrete duhet të shoqërohen me investimet konkrete në atë që quhet investimin burimet njerëzore. Dhe investimin burimet njerëzore nuk duhet të jetë të jashtë familjes më shumë se sa brenda familjes. Andaj dhe këshilla ime në formë të përmbledhur, në formë reduktive, është që kryefamiljarët, prindërit, antarët e mëdhenj të familjes kundrejt atyre që janë më të vegjël, duhet të investojnë përtej besimit dhe edukimit në atë dimension që unë përmenda, duhet të investojmë që fëmijët e tyre, derisa vinë në moshën kur pjekja e tyre biologjike në adoleshencë, deri kur bëhen të rinj, më të fortë, më të qartë për vetveten e tyre, fillojnë dhe rriten dhe formohen, duhet të jenë brenda një kornize për të zgjedhur ata një nga 3 pika të kyçe. E para, të mundohemi sa të kemi mundësi me ndërgjegjësim, sepse ndërgjegjësimi është falas. Pastaj me investim nëpërmjet asaj force ekonomike, financiare që Zoti na ka mundësuar, që këta fëmijë të jenë kapacitete në aspektin arsimor. Nëse janë kapacitete në aspektin arsimor, do të jenë vetvete në shoqëri, do të jenë dobiprues për shoqërinë dhe nuk do të jetë shoqëria ajo që do t'i marrë, do t'i tërheqësi magnet, por janë ata që kanë nevojë për këtë dhe shoqëria do të vijë te ky. Atëherë, domethënë, të keni kapacitet për të dalë një mjek i mirë, për të dalë një arkitekt i mirë, për të dalë një ekonomist apo kontabilist i mirë, për të dalë një mësues shumë i mirë, e plot gjëra në sferat e ndryshme të jetës, atëherë është e mundur të realizohet, investoje. Shikon që rrethanët nuk përkojnë me këtë pikë. Atëherë çfarë ndodh? Nuk duhet heqësh dorë dhe nuk duhet dorëzosh. Kalon në pikën 2. Nëse ky nuk bëhet dot kapacitet, patjetër duhet të mësoj mirë një zanat.
Nëse ky mëson mirë një zanat, edhe ky do të jetë vetvete me zanatin e tij, do të jetë i aftë në zanatin që do ushtroj dhe përredhoj gjithashtu do të jetë dobiprurës, duke përfituar dhe vetë në shoqërinë ku do të jetoj dhe shumë pjesëtar të shoqërisë do të kenë nevojë për të në varësi të aftësive që ky ka në zanatin e tij. Nuk bëhet dot kapacitet, atëherë le të kalojmë tek zanati. Nëse një fëmijë mesatare në shkollë e ka 7, e ka 8 edhe nuk shkon dot tek 9, nuk shkon te 9.5 apo të jetë ekselent absolut tek 10, atëherë nuk do të humbi që ky nuk bëhet dot ashtu, do ta humbim fare çështën. Jo, duhet mësoj në një formë sa t'i jepet, domethënë një studimi të mirëfillt për të pasur një zanat në jetën e tij, për të qenë vetvetja dhe për të pasur një stabilitet ekonomik dhe financiar, kur ky tani do të formoj më vonë jetën, familjen e tij. Nëse edhe këtë nuk kemi mundësi, atëherë nuk duhet dalim nga pika 3. Pika 3 është të kemi të shfrytëzojmë të gjitha hapësirat dhe mundësitë që ky të merret me tregti. Biznes. Tregti ose biznes, ai fillon me tregti. Nëse një tregtar i mirë, i aftë, arrin të bëhet një biznesmen i madh, kjo është çështje tjetër. Të bëhet një tregtar i mirë, i ndershëm, i sinqert, dobiprurës për veten, familjen dhe shoqërinë me tregtinë e tij. Nëse fëmijët dalin jashtë këtyre 3 pikave, patjetër që do të jetë barr për familjen dhe barr për shoqërinë, duke sjellur probleme nga më të ndryshmet, sepse nëse nuk ke kapacitet për të qenë dikush në jetë, nëse nuk ke një zanat apo nuk merresh me tregti të ndershme, përveç këtyre 3-jave ne nuk do të kemi vetëm se kontingjente të drogës, kontingjente të krimit, kontingjente të problemeve, kontingjente të shturjes sociale dhe shoqërore, kontingjente nga më të ndryshme që sjellin vetëm probleme, vetëm e rëndojnë shoqërinë dhe vetëm shkon shoqëria në një pikë pa kthim. Dhe nëse shkon deri aty sa nuk ka pikë kthimi, që do thotë nuk ekziston më rikuperimi, atëherë kemi shkuar në stadin më të rrezikshëm, ai që është stadi i një shoqërie të shkatruar. Dhe një shoqëri e shkatruar, një Zot e di se si mund të përfundojë, domethënë, si mund të jetë përfundimi i asaj shoqërie. Andaj e lut Zotin fuqiplot që neve të na jap sinqeritet, të na jap vetdije, të jemi të qartë të gjithë bashkë për të projektuar të paktën që fëmijët tanë, të rinjt tanë tu përgjigjen atyre 3 pikave, për të qenë kapacitete, ose zanatçi të mirë, ose tregtar të ndershëm në jetën e tyre, përndryshe për të shërbyer vendit në të gjitha aspektet, duke u bazuar në këto 3, përndryshe do të kemi vështirë për të pasur një rini të vërtet, të qartë dhe dobiprurës në shoqëri. Hoxh, falenderoj jashtëmase, përmendet një radhitje shumë të mirë. Pra duhet synosh të jesh kapacitet, nëse nuk ja del, të mundohesh të kapësh një zanat, dhe nëse nuk ja del në fund fare, shkon tek biznesi, tregtia, ndërkohë që sot gjithë shkojnë tek të marrin lekun sa më shpejt, ka të kenë një biznes tyre. Misioni ton faktikisht i erdhi fundi. Unë ju falenderoj shumë për shpjegimet, për fjalët që na dha dhe në fund për duat. Të nderuar teleshikues, kjo pra ishte familja, institucioni më i rëndësishëm i shoqërisë. Ruajeni atë. Dhe bashkë takohemi emisionin e radhës. Assalamu alaikum.